Ambasadori hidhet nga kati 22 dhe gjen vdekjen. Këto janë të dhënat e fundit nga policia franceze. Emmanuel Matatue, pra ambasadori i Afrikës së Jugut, gjendej në Paris për takime. Dhe ai kishte marrë një hotel në katin e 22, kishte marrë dhomën. Dhe ai në fakt i kishte shkruar një mesazh bashkëshortes së tij, por bashkëshortja e tij ishte preokupuar sepse mesazhi ishte pak i dyshimt dhe ajo u mundua që ta kontaktonte, por nuk e kontaktoi dot më. E kështu mori menjëherë policinë sepse mendonte se diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Në fakt, policia e gjeti Emmanuel Matatue poshtë hotelit pa jetë. Dhe sipas të dhënave të policisë, ai është hedhur nga kati i 22, pra nga dhoma e tij. Policia nënvizon që dritarja ku ai rrinte në atë dhomë ishte e vështirë që të hapej dhe është sforcuar. Megjithatë po bëhen hetime të reja, por sidoqoftë Emmanuel Matatue ka qenë shumë aktiv kohët e fundit dhe ka qenë kundër luftrave, kundër problemeve politike, shoqërore dhe gjeografike të muajve të fundit. Ju, çfarë mendimi keni për këtë akt të dyshimt? Presim të reja nga policia dhe pres dhe komentet tuaja. Kalofshi bukur.